Biznesi tjetër kopjon emrin, duke nisur me emrin se konsumeri lidhet me ti që je suksesshme, domethënë është biznesi jot pavarësisht se e ka marrë dikush tjetër. Dhe duke pasur një regjistrim federal të trademarks, atëre ti ke të drejtë që ta hedhësh, të shkosh pas këtij biznesi tjetër që ka marrë emrin tënd dhe të përfitosh humbjet që ke pasur. Biznesi është, unë kam pothuajse 1 vit e gjysmë që e kam hapur si biznes, shumë vite eksperiencë. Tani kam vetëm 7 muaj që jam on my own, por kam që në 2005 që punoj në përzyra ligjore. Ne kemi vënë një link më poshtë të videos që ju mund të kontaktoni, mund ta gjeni Klodianë në Instagram ose website i saj. Dhe pse dhe thjesht një mbështetje, një përkrahje, sepse është vështirë të nisësh një biznes, aq më vështirë kur je dhe grua në sipërmarrje, kështu që pse jo. Dhe sidomos në një fushë që zakonisht kryesohet vetëm nga meshkujt. Prandaj ne jemi krenar që je këtu dhe në një farë mënyrë puna përfaqëson atë fushë. Faleminderit juve.